në pjesën evropiane, hiq Portsmouthin anglez, janë në La Spezia. La Spezia. Aty të kajojt Leonardo. Okej, edhe skafët I qajnë atë zonë. Okej, zoti Çuko, atëherë kemi pasur një aktivitet diplomatik frenetik, mund të thuash në gusht. Më ka bërë një gjë përshtypje, ndihma amerikane të paktën, me sa jam në dieni unë, ju jeni një vëzhguesur më I vëmendshëm. Ndihma amerikane sigurisht reduktuar. Nuk është më ajo masivja e dikushme. E megjithatë, ukrainasit po rezistojnë. Specialistët thonë që shikoni, Ukraina para lufte ka qenë fuqia 22 në botë. Ata nuk është se janë një shtet që nuk provojnë gjë. Provojnë, janë në gjendje të provojnë, kanë know-how, kanë specialistët që mund të provojnë dhe bombën bërthamore. Po, brenda disa muajve. S'janë si punë iranianëve të shkredhur që urropatën kanë 20 vjet dhe s'po qullosin gjë. Pra e kanë know-how për të arritur për të provuar dhe kanë një lloj industrie që mungon koha. Ata deri tashti, Ukraina deri tashti, dhe madje në mos gaboj shpisit kryesor të aviacionit periudhës sovjetike në Ukrainë. Antonovët e kanë pasur bazimin në Ukrainë. Dhe byroja e projektimit, Antonov, dhe fabrika, dhe uzina e prodhimit të avionëve. Kanë eksperiencë jashtëzakonshme për prodhimin e motorave, të avionëve dhe të helikopterëve. Po, më duket ata I zumet dhe çarmatimit, se puna jonë. Si jonë, pra, ata gabuan, po pra, ata gabuan, ata e rujtën, gjithsesi ata e rujtën thelbin e bazës së tyre projektuese dhe prodhuese. Tashmë, për 3 vjet, ata kanë arritur të provojnë. Ne ishim me efektivi, I rafshuam. Ne rafshuam gjithçka, ne jemi rasti veçantë, siç kemi qenë në gjithë periudhat historike tona. E marrim me entuziazëm të veçanta. Ne futemi te rastet e veçanta, është temë tjetër, po mua më djek shumë. Pra, ata kanë arritur për 3 vjet të provojnë raketë kryes, shumë fuqishme. 3.000 kilometra. 3.000 kilometra. Kanë arritur të prodhojnë të gjithë spektrin e dronëve. Kur thuhet spektrin, kam fjalën për krahun e shtrirë, për thellësinë e goditjes. Edhe me ata në Moskës kanë arritur me dronët. Kanë arritur të prodhojnë dronët kundër dronë. Kundër dronëve rusë. Dronë vrasës. Raketën Tok-Det, Neptunin e famshëm, në cilën mbajnë larg flotën ruse. Mos gaboj edhe dronë New York ishin provuar. Normal. Pra, flotën ruse të Detit Zi, ata e mbajnë larg me raketën kundër anijeve, Neptunin, dhe me dronët, bile dronët ukrainasit kanë një lloj droni PT-9, diçka e tillë, si ka emri, që e kanë bëjtur edhe me raketë kundërore. Dhe kanë arritur të rrëzojnë dhe një Su-30 të flotës ruse nga me anë të raketës kundërore të instaluar në dron. Pra, për mua janë bërë specialistët më të mirë të kësaj lloj lufte asimetrike. Ju thash, natyra e luftës toksore ka ndryshuar, edhe pikërisht e ka ndryshuar ukrainasit. Mënyrën e përdorimit të forcave tankiste, mënyrën e përdorimit të artillerisë, është shumë themelore, shumë e rëndësishme mënyra e përdorimit luftarak të një lloj arme në fushë luftimit. Në qoftë se tashmë e keni parasysh që nuk ka më përqendrime të artillerisë, as të tankeve, as të trupave. Se në qoftë se në një mësimi X të caktuar, ju hap shembullin unë. E thonë vetë Ukraina si qëllo 4-5 herë dhe edhe largohu, sepse do më thënë ka marrë shumë zhvillim artilleria vetë lëvizëse. Normal. Rusët kanë radar që brenda disa minutash e përcaktojnë sakt se nga ku vjen zjarri I artillerisë. Edhe brenda disa minutash ata e zbulojnë dhe çojnë zjarrin e vet kundër artillerisë. Pra ata 3, 4, 5 herë gjuajnë dhe largohen nga një lokacion. Pra natyra e luftës toksore
ka ndryshuar tashmë me dronet. Pra, ukrainasit u thash që e gjithë ndihma perëndimore në sisteme, në tanke, në artilleri, ka konsistuar 10 deri në 15% të nevojave luftarake të frontit. Nuk është asë gjë, 10 deri në 15%. E vetmja drejtim që ukrainasit nuk po munden dot të prevalojnë, të ndryshojnë si çështje themelore që kanë, janë sistemet e mbrojtjes kundërajrore. Nuk mundën dhe janë të varur totalisht nga perëndimi. Për sistemet e mbrojtjes kundërajrore. Janë komplet të varur nga perëndimi. Ajo pika që përmendet ju për ndihmën amerikane pikërisht këtu qëndron. Unë mendoj dhe besoj që ndihma satelitore, informacione satelitore. Leni informacionin, ndihma në sistemet të mbrojtjes kundërajrore. Patriotit. Qa kishin rezerva amerikanët dhe në THAAD dhe në Patriot ja kanë quar Izraelit në atë luftën e vetë 12 ditore. Për 12 ditë Izraelitët mund të kenë harxuar qindra, mira Patriot, që qindra nuk diskutoj fare që i kanë harxuar. Dhe qa kishte rezerva Amerika me avion ja çoi atij. Izraelit. Këtu që dronë pika me dobët e Ukrajinës, e cila është pikë e dobët dhe për Evropën. Pika me dobët e Evropës sot është mbrojtja kundërajrore. Hugo, jemi duke folur për një front të madh, për një front 1200 kilometra. Tashti, Serbia po armatoset. Mua më duket se po armatoset në stilin e vjetër me avion, me tanke. Ata prodhojnë dhe artilleri vetë lëvizë, më duket. Prodhojnë 155 mm tashmë. Nana, diçka tillë bora. Një, qënë si ka. Jo 152 mm, për 155 mm. E kanë prodhuar me projektimin dhe për ta shitur. Serbët, pjesën më të madhe të armitimit që e kanë blerë nga kinezët kanë qenë vetëm dy lloj sisteme. Sistemet kundërajrore, të rrezës të largët, dhe dronë. Këto dyja nuk është se po armatosen në... Unë mendoj që Vučići blerjen e Rafaleve më tepër e bëri për të natyrës politike. Për politike. Si bleu sa 4 helikopterat. Po, të natyrës politike. Parada e Pekinit. Të bëri përshtypje? është folu shumë. Shiko, unë padyshim që më bëri përshtypje, por unë do të njerëzve ju bën përshtypje skenografia, ata ushtarët që ecën si manekin. Po ajo tregon dy element shumë thelbësor që duhet të ketë një ushtri. Disiplinë të hekurt dhe stërvitje brillante, them unë. Nuk mund të realizohet ajo lloj parade pa këto dy element, pa një stërvitje të qëndësishme. Edhe ne që kemi bërë keq, për një muaj e gjysmë nxirnim shpirtin mirë. Nisur nga ajo parad, unë fillova duke kërkuar dhe pash gati 10 parada kineze ndër vite. Edhe kam vëre në këto 30 vitet e fundit që arrita unë, se është dhe çështje kohë, se parada zgjatë në tepër se një orë, dikur në kohën e Mao Zedongit zgjase nga 2-3 orë. Unë kam parë një rritje dhe zhvillim të frikshëm të ushtrisë kineze. Është pikërisht e gjithë diplomacia, bile për mua është diplomaci shumë e ashpër, shumë e egër, e Amerikës në lidhje me Evropën. Është reflektimi i problemit themelor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është frustrimi saj, thua ti. Që është nga Kina. Po ta shikosh, ushtria kineze, me atë disiplinë të hekurt, unë me atë sy e shoh. Ju e shikoni si një kuadrat, si robot, po unë e shoh
në këtë Qa qëndron pas ati kuadrati? Qa qëndron? Si ja ka dalë Disiplinë dërmja e i hekur kuadrati? që nuk e ka asnjë ushtri në botë. Disiplinë e hekur që nuk e ka asnjë ushtri në botë. Mbase kjo e korez veriut, mund ta ketë. Një stërvitje brillante, se pas stërvitje nuk realizohet. Edhe niveli i teknologjisë dhe inovacionit të ushtrisë kineze, lazerat, armët me lazer, kundër dronëve, edhe amerikanët, dhe perëndimorët, edhe rusët i kanë në nivel, akoma në nivelin e studimeve. Amerikanët i kanë futur në flot, e kanë testuar me një destroyer, dhe në Po kinezët e kanë testuar? Ndërsa kinezët e kanë prodhuar, e kanë futur në prodhim seri, se vetëm aty paraqiten 9 mjetet të tilla, jo 9, 18 mjetet të tilla. Do të thotë që Po, a është